Lexojmë prej Veprave të Apostujve. Në atë ditë, Pauli e Barnaba nisën për në Perga e arritën në Antioki e Pisidios. Të shtunën hyrën në sinagogë dhe ulën. Kur u shpërndan prej sinagogës, shumë judë dhe proselitë të përshkryeshëm shkuan pas Paulit dhe Barnabës, të cilët i porositin dhe i nxitnin të shëndrojnë me hirin e hyrin. Të shtunën pas nga rendi pothuajse mbarë që kemi për të zgjuar fjalën e Zotit. Judem kur panë të gjithë atë shumicë populli ka besuar, zonë të dëshirojnë me shkara fjalëve të Paulit. Atëherë Pauli e Barnaba u thanë të këtëzën. Mes pari e fjashën për shpallet ju dhe fjale e hyri, por se mbasi ju e përguzmi dhe vetën nuk qëmoni të denjë për jetën e pasosur, atëherë ne u drejtohemi paganëve. Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti. Të kam saktuar të jesh drejt për paganët që ta qësh shërbimin deri në skajin e botës. Paganët, kur i lexonin këto, gëzoheshin dhe e mohronin fjalën e Zotit dhe të gjithë ata që ndjenin veten të caktuar për jetën e pasosur u bën besimtarë. E fjala e Zotit hapën e përvar kahinën, por hebrejt mundën disa gra me shenjë që besonin në hyjin dhe kërmet e qytetit e shkaktuan një sallim kundër Paulit e Barnabës dhe i dërguan prej vendit të tyre. Ata atëherë shkundën duken e këmbët veta si dëshmi kundër tyre dhe shkuan prej kohë. Ndërka nxënësit mbushin me gëzim dhe me shpirtin shenjtë. Fjala e Zotit. Toka bagnet i provurit të Zotit. Shërben i Zotit në are, dini para ti me provurit. Vetëm ti e bari ujë, kurajë sot më mundoj. Vetëm ti e bari ujë, o Zot breti. Dijeni se vetëm Zoti në shtyp, ai na krijoi e ati në kash, jemi populli i tij dhe lehët e kullotës së tij. Vetëm ti e bari ujë, kurajë sot më mundoj. Vetëm ti e bari ujë, o Zot breti. Sepse i mirë është Zoti, e alëshuar nga dashuria e tij, nga besnia në besnikëria e tij. Vetëm ti e bari ujë, kurajë sot më mundoj. Vetëm ti e bari ujë, o Zot breti. Lexim për të kulesës të shumë gjohë të apostol. Unë gjohë një pash, një shumës të madhe që askursun të numërante. Për qëto kombi, qëto fisi, populli dhe gjuhe, që ndroni në këmë para thronit dhe para qengjit të veshën me pikpa të bardha e me palma në dorë. Dhe engjëli më tha, këta janë ata që erdhin nga prova e madhe, i lartë pikpa të izbarduar në gjakë në qengjit. Prandaj edhe qëndrojnë para thronit të hyj dhe i shërbejnë ditë e natë në templin e tij. Nga ai që në fron do të shkijë në vendin e vet. Më kus do të kemi uri, më
Abramonin do t'i kullos dhe do t'i çojë në burimet e urave të jetës. Edhe hyti të fshi çdo lot mes të tyre. Fjala e Zotit. Alleluia. 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 Unë jam bardhë i mirë, thot Zoti, i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua. Alleluia. 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 Zoti qoftë me ju. Lexoni Ungjillin e Shajt sipas Zotit. Në atë kohë Jezusi i tha: "Dhënët e mia e dëgjojnë uzarete. Unë i njoh e ato vijnë pas meje. Unë u jap jetën e pasus, kur nuk do të shkaroj, askush nuk do të rrëmbej prej dorës